Ne sot paraqesim para jush njerëzit tuaj, njerëzit që janë si ju, njerëzit e drejtë dhe të ndershëm, njerëzit që e duan profesionin dhe e duan politikën si shërbim, që janë njerëz që e duan jetën, e duan punën, e duan qytetin e tyre dhe e duan vendin. Ne ju sjellim sot Bardhin, mikun tim të hershëm, kalorësin e betejave politike këtu në Shkodër. Ju sjellim Gretën, kolegen time, luftëtarën e kauzave qytetare në Parlamentin Shqiptar. Ju sjellim Klitin, modelin e qytetarit shkodran dhe të suksesit në biznes. Ju sjellim Ramadanin, malësorin e vërtet të kuvendit Shqipërisë. Ju sjellim Ludovikun, mbrojtësin e hekurt të Pukës dhe Fusharzit. Ju sjellim Lilianin, i cili ka marrë shumë nga Shkodra të mira, por i ka dhënë shumë të mira Shkodrës me kontributin e tij. Ju sjellim Tedin, oratorin e shkëlqyer që Shkodra e do shumë. Ju sjellim Aurelin, talentin e ri politik malësisë të madhe. Ju sjellim Gentin, juristin, njeriu e palodhur dhe gjallë, dhe në fakt ashtu siç janë të gjithë vaudesit, sepse si Genti janë të palodhur dhe ata. Ju sjellim Elmirën, e mirë si biologe dhe shumë e mirë si antare e Këshillit Bashkiak ku bën luftrat e saj. Ju sjellim Matilden, financieren e shkëlqyer, por ama që përcjell në Shkodër dashurinë që qyteti ka për sportin. Ju sjellim Ndocin, themeluesin e Partisë Demokratike, luftëtarin e paepur të PD-s në çdo sekond, në çdo moment. Ju sjellim Benin, që në fakt është jurist, por është njeriu më i thjeshtë që ka lidhje shpirtërore me njerëzit më thjesht këtu në Shkodër. Ju sjellim senatën, inxhinieren e aviacionit, që është dhe themi pamja e vajzës shkodrane. Pra, këto janë njerëzit tanë, thjesht si ju, por ama që kanë bisupe një mision të rëndësishëm që cjelin këtu midis nesh zjarrin e fitores për të kthyer tek qytetarët besimin dhe shpresën.